Krishnik Osmani, jeni një nga zërat shumë kritik në pjesën e jo vetëm gjeopolitike, por edhe njohës shumë i mirë asaj se çfarë ndodh me qeverisjen shqiptare. Ka ardhur në protestë që nga dita e parë. Do vazhdosh të qëndrosh besnik? Patjetër, kjo është misioni ynë i madh, kjo është misioni i Shqipërisë, kjo është detyra e çdo shqiptari të ndershëm, i cili e ka marrë vendimin tashmë për të ndarë nga mashtrimi 34 vjeçar që është bërë. Ju jeni shumë mirë gjeopolitikën, Osman. A qëndrojnë ato që deklaron kryeministri se kjo protestë investohet nga iranianët, nga sirianët, nga carqe të caktuara, cilat Kryeministri është pikturus dhe mësues vizatimi. Është bën tentativa të herpashershme për ta kuptuar gjeopolitikën. Nuk e kupton gjeopolitikën, sepse këto janë vetëm tentativa të vogla për ta vrarë protestën, për të vrarë revoltën e popullit shqiptar, përndryshe mësuesi i vizatimit do duhet t'i argumentojë shqiptarëve se si është e mundur që Irani ka blerë The Guardian, ka blerë Reutersin dhe ka blerë gjithë mediat botëror i ka blerë Irani. Kjo është një tallje spektakolare me inteligjencën e këtij populli i cili tashmë ka filluar ta vërë në lojë duke dalë çdo ditë më shumë shesh. E shikon Ramën në piedestal apo në një stand-by? Rama ka rënë. Establishmenti 36 vjeçar në Shqipëri tashmë ka rënë. E kanë humbur mbështetjen ndërkombëtare, kanë humbur SBA-n, kanë humbur BE-n, kanë humbur gjithë botën, por është momenti ynë, momenti i sheshit, momenti i shqiptarëve, që t'i tregojnë botës atë që ja kanë treguar sot për 32 ditë rresht dhe duke i treguar atyre se ne e kemi kuptuar dhe ne do të qëndrojmë deri në fund sa t'i japim shkelmin përfundimtar. Edi Rama dhe urtakët e tij në opozitë tashmë janë të rënë. Populli duhet ta kuptojë këtë, ata po përpiqen të blejnë kohë ndërkombëtare në mënyrë që të administrojnë me sa më pak humbje tranzicionin dhe atë që po vjen në fazën e re që po vjen. Dhe në Shqipëri do të linë një klasë e re politike, në Ballkan do të ketë zhvillime të mëdha, Vučići dha dorëheqjen, janë dinamika të mëdha të cilat mua më bën çudi që Rama mos i din dhe i ka kuptuar shumë mirë. Tani po bëjnë diversion, një ditë po financon Irani, një ditë Greqia, një ditë Fredi Beleri, pastaj Serbia, pastaj sot kanë nxjerrë njerëz në ekranet e tij po thonë që po e financon George Sorosi. Por ai i ka mësuar shqiptarëve dashurinë për George Sorosin. Ai është njeriu më i dashur i Alex Sorosit. Shkoi me të u filmua në Spanjë, shkoi u filmua me të në Washington, filmohet me të, fotografohet me të me vllajën e tij të vogël. Ky lloj diversioni tregon dhe shndërrimi i tij në një etiketues personali njerëzve të cilët protestojnë duke i nxjerrë faqja e tij duke i linçuar, tregon qartësisht që është i rënë, është i pashpresë, kjo duket edhe ke postimet e tij, por kjo nuk do të thotë që populli shqiptar nuk ka një rol për ta bërë. Populli ka një rol të vazhdojë deri në fund në shesh, deri në fund. Tani që ta qartësojmë, Krishnik, Rama ka rënë për ndërkombëtarët, ka rënë për Amerikën, ka rënë për Izraelin. Ka rënë për shqiptarët fillimisht. Për shqiptarët vazhdon? Shqiptarët ai përpiqet t'i mbajë me 3 elemente, me hipnozën e tij, sepse ai e ka bindur veten që është njeri i cili mundet t'i kontrollojë shqiptarët nëpërmjet hipnozës së fjalimeve të tij. Ata e kanë bindur që është një folës i mirë, e kanë bindur që është përdor shantazhin, përdor kërcënimet, përdor, unë sot kam takuar djemtë e lagjës time për shembull, 4-5 veta janë të kërcënuar drejt për drejt me vendin e tyre të punës, nëse nuk vinë në protestat e tij, nëse nuk vinë në tubimet e tij, nëse nuk bëjnë share fjalimet e tij, publikimet e tij. Dhe sot bëri dhe tentativën e fundit u dha nga një 50.000 lekë të moshuarve të shkret. U shkova takova në nëntime, më nxorri Skënderbeun, 50.000 lekë. Tha shifën të keqenona thot, po do me na ble. Po nuk e blen dot, tha, dhimbjen tonë. Dhe unë besoj që nuk e blen dot dhimbjen e pensionistëve, i ka përzon fëmijët e tyre. Po vdesin duke i pa në WhatsApp. Sepse kanë kërku azil atje dhe nuk vinë dot këtu. Nuk kanë për t'ia falë Edi Ramës. Nuk blet as me 50.000 lekë, as me 500.000 lekë, as me 5 milion lekë. Dhe unë shoh këto pensionistët janë këtu, shoh gjitha moshat, shoh burrat, shoh gratë,
Pra janë gjithë këto mekanizma, ka përdorë dhe media të gjitha. 99% e media dhe i kontrollon ai, dhe i ka kontrolluar gjithë për të bërë maksimumin që të tregojë forcë. Por ai nuk ka më forcë. Ai ka rënë. A prishet ai logaritmik në këtë forum, Osmani edhe shiko, Rama si kryeministër ka dhe të partën Do të prish algoritmin e kinezëve apo të perëndimit? Po këtë nuk po kuptojmë. Sepse ai kemi dy algoritme në lojë. Është algoritmi i TikTokut, partnerët e tij kinezë, me të cilët i tha amerikanëve para 3 muajsh, po s'deshët ju i kam kinezët pas dere. Po. Apo jo, në Tropoj. Në prani të ambasadës të dërguar. Po, në sy të zonjës Varnor. Tha që po s'ju pëlqeu, ka ca njerëz të shkafët që janë super nisha për biznes, quhen kinezët. Tani, algoritmi që çalon, është algoritmi kinez apo algoritmi i Sorosit mikut të tij? Sepse Facebooku, Mark Zuckerbergu, YouTube pjesërisht janë pjesë e aleancës perëndimore. Nuk na ka thënë po vuan me kinezët apo me perëndimin, unë kam përshtypjen se e kanë lënë të dy. Dhe kjo është kriza e tij më e thellë. Ka sape Edi Rama edhe me pjesën ligjore, pra le të themi me SPAK-un, sepse në fundit është institucioni i cili u ngrit me financimin e ambasadës amerikane, Shteteve Amerikane, Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe mbi të gjitha kërkoj për herë të parë që lufta mos bëhet ndaj grupeve kriminale, po të bëhet ndaj strukturave shtetërore, të cilat janë tashmë një strukturë kriminale. Ky ishte gabimi fatal i Edis. Se nuk e mendoj. Ai mendoi që po luante shah me të huajt, përdori dhe opozitën dhe bën një lojë dyshe për të nxjerrë amerikanët dhe gjermanët jashtë lojës. Dhe u erdhi një shahmat i fortë, një shesh të cilin ata nuk e kuptojnë si i del, dhe kanë hëndur një goditje shumë të fortë, të cilin nuk po dinë më të administrojnë. Kjo ishte përgjigja dhe fatura e lojës së tij me ata që krijuan SPAK-un. Në momentin që ai erdhi të japë SPAK-ut goditjen përfundimtare, pavarësisht se një pjesë të SPAK-ut të madhe ai e kontrollon sot, sepse SPAK-u po flen dosjet, SPAK-u po flen dosje krimi, SPAK-u po flen dosje të tmerrshme, SPAK-u ka 6 muaj që nuk po çon dot një fletë thirrje 2 për Belinda Vallokun. Kjo është e tmerrshme. Unë kam informacione nga brenda, ka njerëz që na informojnë nga brenda, ka ndërkombëtarët thonë pse s'lëviz dosja. Po do ta shtyjmë vetë pak, sepse janë dhe ja 2-3 letra të vogla që duhet t'i plotësojnë, sepse kështu është një muhabet. A janë të justifikueshme këto? Absolutisht, kjo është e tmerrshme dhe unë përgëzoj protestën që shkoi sot përpara SPAK-ut. Ne kemi mbështet SPAK-un që fillim, por ne nuk lejojmë që SPAK-ut na pres në bes. Nuk lejohet që SPAK-u, sepse ishte garancia e fundit SPAK-u e pastrimit të klasës hajdute politike shqiptare, në qoftë se SPAK-u i pret shqiptarët në bes, nuk mund t'i pres ata që e krijuan. Nëse SPAK-u vepron, mendon që protesta mund të shuhet? Jo. Kjo protest, sipas leximit tim, është shembulli më spektakolar i zgjimit të një populli të cilin paria e vet dhe bota mendonte se ishte i vdekur. Shqipëria ishte në gjendje të thellë koma. Ky popull ishte në koma të thellë, dal nga dal po i lëvizin dishtrinjt. E këmbës po fillon të reagojë, ne kemi detyrën ta mbajmë gjallë, sepse paria e Tiranës kërkon t'i heq aparaturat sepse thot nuk bëhet më, ka vdekur. A nuk sa kohë kanë që na thonë që ky vend nuk bëhet më. Largohuni nga këtu na thonë. Patjetër, edhe ne kemi menduar. Prandaj nëna Shqipëri që i thonë ata në vëllezërit tanë Kosovë apo në Iliri, nëna Shqipni filloi me reagu. Po lëviz dishtërit, nuk është zgjuar tërësisht. Ka lëviz, kërkon ujë, duhet t'ja lagim buzët me ujë. Dhe të mos pranoj asnjë mënyrë që mjekët kriminal t'ja heqin aparaturat
Një justifikimin që është në vdekje klinike. Nuk ka vdekje, ajo është zgjuar tash. Do të përpiqen të bëjnë raporte falso që jo, nuk bëhet, do bëjnë kompromis. Kemi Trumpin nga mbrapa, kemi Sorosin, kemi Izraelin, kemi Netanyahun, 15 shtator Izrael ndryshon loja politike, nuk është më Netanyahu, Krauku po mbështetet Rama. Loja madhe po ndryshon fort. Trump është i raskapitur nga kjo që i ka bërë Rama. Trump nuk e priste, sepse ne thamë që ne s'kemi dalë këtu për të rrezuar Trumpin. Ne dolëm për Shqipërinë. Por ky i ka hap një punë madhe Trumpit, sepse Sorosit i ka thënë do ta godasin Trumpin duke i hap një protest madhe, pse ky e shet edhe një herë pas herë si vetëm. Ndërsa Trumpit i thot, ky Soros i poshtër nuk po më lë se unë dua të ta jap gjithë çka kërkon vendriut kushte. Po bën një lojë me shumë punja dhe populli shqiptar ka një fjalë të urtë të tmerrshme për ata që luajnë me shumë hujë. I ndodh diçka e keqe atyre që luajnë me më shumë se sa një hub. Apo lëvizin dhe bëjnë kapërcime të mëdha. Ky ka bërë lojra të mëdha. Kjo tokë, kjo Shqipëri është kockë e fortë. Kanë kalu perandori, këtu nuk e kanë gëlltit dot. Duket si është jetur momente caktuara, por është shumë kockë e fortë dhe po të ngecën fytyrë nuk kalon me pak ujë. Okej, faleminderit Krishtik. Ta mbyllim me këtë metaforë. Kockë e fortë Shqipëria, jemi të vëgjër, por të shumë në numër, të fortë, dhe mbi të gjitha, për herë të parë, sikur ndonjëherë kemi treguar që jemi dhe nacionalistë. E duam këtë vend, e duam këtë tokë, siç e kemi flamurin me gjak, po edhe me mend kësaj radhe, duhet ta mbyllim. Krishtik, faleminderit shumë.